Kuvendi i Kosovës për 9 herë radhazi ka dështuar që ta zgjedhë kryetarin e ri. Lëvizja vetëvendose nuk tërhiqet nga emri i kandidatës Albulena Haxhiu. Për të folur për këtë temë dhe shumë tema tjera, të ftuar e kemi zotin Ilir Kërçeli, i cili është zgjedhur për herë të parë deputet në Kuvendin e Kosovës. Zoti Kërçeli, jemi këtu në shtëpinë e demokracisë. Mirë si ju gjetëm sepse këtu jemi, ta themi, në shtëpinë e juaj. Ju keni qenë edhe shefi kabinetit të kryetarit të Kuvendit. Faleminderit shumë për ftesën dhe për mundësinë që sot të jemi bashkë në këtë intervistë. Zoti Kërçeli, pasi që nisëm intervistën me konstituimin e Kuvendit, pra janë bërë, e thamë, 9 seanca dhe nuk është konstituu Kuvendi. Në fakt, nuk është zgjedhur kryetaria e Kuvendit. Vetëvendosja po insiston me çdo kusht që ta zgjedhë Albulena Haxhiun. A nuk keni ndonjë emër tjetër? Normalisht që ka dhe emra të tjerë në lëvizjen vetëvendosje, mirë po për këtë legislaturë dhe për kryetarin e Kuvendit, lëvizja vetëvendosje me kryesinë e lëvizjes vetëvendosje, janë përcaktuar që për këtë legislaturë kryetare e Kuvendit të jetë zonja Albulena Haxhiu. Jo rastësisht ka ardhur kjo përzgjedhje për zonjën Haxhiu, mirë po ne e dimë mirë që zonja Haxhiu në këto zgjedhje ka dalë gruaja më e votuar në Kosovë dhe lëvizja vetëvendosje dëshiron që ta vazhdoj këtë praktikën që në institucione të rëndësishme dhe në njërën ndër 3 pozitat kryesore të krerëve të shtetit të jetë edhe një grua. Duke pas parasysh që shumë shpejt do vjen koha për zgjedhjen e presidentes ose presidentit të ri, dhe duke pasur parasysh që do ishte shumë mirë që të kemi në krye të institucioneve një grua, e sidomos një grua të cilën e kanë vlerësuar qytetarët e Kosovës në këto zgjedhje. Po pavarësisht shumë vota që ka marrë në Kuvend, asaj duhen 61 vota, ajo merr vetëm 57. Opozita thotë që figura e saj është përqarse, edhe kanë thënë që do të mbështetni një kandidate tjetër. Pra, pasi që jo me çdo kush doni që të jetë një femër në krye të Kuvendit, pse nuk e vendosin një kandidate tjetër? Është përmend emri i Shqipe Selimit, është përmend emri i Sarand Bogojevcit. Pse ta themi këto jeni tek Albulena Haxhiu? Dy emra shumë të respektuar në lëvizjen vetëvendosje, po ashtu edhe qytetarët kanë treguar me votë kur i kanë vlerësuar zonjën Selimi po zonjën Bogojevci se janë gra që duhet vlerësuar. Mirë po, mendoj që krijohet një precedent i keq në historitë të Republikës së Kosovës, ku partitë e tjera të përcaktojnë se kush duhet të jetë kandidati deleguar nga partia tjetër. Kështu do krijonim një precedent të keq, i bie që edhe ne të jau caktojmë se kush duhet të jenë kryetarët e Kuvendit. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë e Republikës së Kosovës, ku partitë e tjera të barikadohen dhe të imponojnë emrin e kandidatit të partisë fituese për kryetar të Kuvendit. Po pse duhet ja votojnë ata ju një kandidate, nëse s'keni paraprakisht marrëveshje politike? Po unë mendoj që është në interes të përgjithshëm të vendit, që ne të vazhdojmë me konstituimin e Kuvendit, edhe dalim nga ky ngërsh politik i cili është krijuar. Unë mendoj që është e panevojshme kështu barikadimi i partive opozitare kundër zonjës Haxhiu. Kom pa rastin me pa disa intervista apo disa prononcime ku partitë opozitare quajnë si një figurë përçarëse, ku unë mendoj që është një paragjykim ndaj zonjës Haxhiu, sepse ne në të kaluara nuk e kemi parë duke ushtruar funksionin e kryetarës së Kuvendit, e kemi parë si deputete të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe si ministre e drejtësisë. Normalisht që aktiviteti si deputete e Kuvendit të Kosovës, në rastet caktuara atëherë kur duhet të kundërshtojë demarkacioni dhe zajednica, normalisht që gjithë deputetët e lëvizjes vetëvendosje kanë qenë po aq aktiv dhe po aq kundërshtues ndaj këtyre marrëveshjeve të dëmshme në interes të vendit. Normalisht edhe zonja Haxhiu atëherë ka reaguar dhe ka qenë si me thonë kundërshtuese ndaj këtyre marrëveshjeve. Po na nuk mund ta paragjykojmë se si do jetë zonja Haxhiu si kryetare e Kuvendit, a do jetë përçarëse, a do jetë bashkëpunuese, sepse nuk e kemi pa duke ushtruar këtë funksion. Mendoj që është gabim që t'i paragjykojmë njerëz para se të marrin pozitën dhe para se të ushtrojnë funksionin e tyre. Po zoti Kërçeli, pavarësisht faktit se si dikush e vlerëson,
subjektivisht në fund ditës është këtë qoftë opozita, qoftë jo. Në fund ditës atje nevojiten 61 vota. Si do t'i bëni? Apo do të vazhdoni ta themi me këtë cikël në pafundësi, sepse shohim që nën seanca nuk ka ndryshuar asgjë, janë ato 57 vota. Ju jeni partia më e madhe dhe realisht ju takon ju që ta bëni zgjidhjen, përkundër faktit që ju akuzoni opozitën që ata s'po votojnë. Po, është e vërtet janë 9 seanca, mirë po në 2 seanca nuk është tentuar fare votimi i zonjës Haxhiu, ka qenë spari votimi i atij raportit për verifikimin e mandateve të deputetëve, ku e pam që në fillim që opozita tregon vetë fakti që në votimin e raportit për verifikim mandateve që në fillim ishin bllokues. Kështu që mendoj që kjo nuk vjen vetëm për emrin e zonjës Haxhiu, vjen si një qëndrim i tyre për mos dashur të dalëm nga kjo situatë në të cilën jemi. Në një rast nuk ka dalë fare në votim zonja Haxhiu, për arsye se nuk ishte quorum, kurse në këtë seancën që e kishëm të fundit, ishte edhe propozimi që votimin ta bëjmë në mënyrë të fshehtë. Pse e propozuat këtë ide? Mendoj që nuk është ide... Do të vendosja gjithmonë është thirrë në atë parimin e transparencës. Po. Madje jo keni pas një status që një thirrë një vendim të gjykatës kushtetuese. Po. Si që thatë edhe ju më herët, ne kishëm disa seanca ku u tentua të votoj zonja Albulena Haxhiu, mirë po kjo nuk rezultoi me sukses. Mirë po duhet kemi si me thënë, mendje edhe një fakt që ka disa deputet të opozitës, të cilët në prononcime individuale janë deklaruar që janë të gatshëm të dalin nga kjo situatë. Ka deputet që janë prononcuar se nuk e kuptojmë se kemi mbetë në këtë situatë, dhe mendojmë se është një presion apo një presion mbi deputetët e partive për mos të votuar. Pa mendoni që partitë opozitare, se në këtë rast sepse s'kemi ende qeveri, do thotë sipas jush nga PDK, LDK ose AOK mund të ketë deputet që votojnë Albulena Haxhiun. Nëse shkohet në votim të fshehtë. Apo mund të ketë pazare nga ana vetëvendosës që është përmend shumë që ta them kështu kushtimisht, t'ja oblej votën. Po jo, kjo e dëgjova edhe dje këtë idenë, mirë po kjo ka qenë dje një propozim spontan, do më thonë nuk ka qenë i paramenduar këtë votimi msheft dhe tregon që nuk ka pas ndonjë marrëveshje ose në ndonjë tentim për pazar, sepse si me thënë u vendos shumë pak minuta para se të hyet në seancë që të tentohet të bëhet edhe ky votimi i fshehtë, edhe ndoshta aty të ndihen deputetët e lirë të votojnë sipas mendimit tyre. Kjo ka qenë ideja, por është edhe një vendim i gjykatës kushtetuese, një akt gjykim, me të cilin e lejon pika 124 dhe pika 125, e lejon votimin e fshehtë, edhe kjo do ishte ndoshta edhe një zgjidhje për të dalë nga ky ngërsh politik. Jo i pa disa deklarime të disa deputetëve të opozitës, të cilët deklaruan se nuk bëhemi pjesë e shkeljes kushtetuese, është e kundërta. Në këtë akt gjykim në pikën 128, ju mund të shihni se aty deputetët obligohen të marrin pjesë në votim me mënyrën për, kundër ose abstenim, pasesi që mos të marrin pjesë fare në votim. Mendoj që kjo mund të jetë më shumë shkelje kushtetuese sesa kjo ideja e votimit të msheftë. Po edhe shoqënia civile tha që kjo kalimin nga votimi i hapur në votim të fshehtë bien kundërshtim me rregullorën e punës kuvendit, sepse nuk është vendosur nga fillimi i seancës. Jo, në mes të seancës. Kjo nuk thuhet asnjë në rregullorën e kuvendit të Republikës së Kosovës. Nuk thuhet në asnjë nement të rregullorës së kuvendit të Kosovës se nuk mund të bëhet votimi i fshehtë. Përkundrazi, neni 61 rregullorës së kuvendit të Republikës së Kosovës e thekson që mund të jetë votimi i hapur apo votimi i fshehtë. Në asnjë moment aty nuk thuhet që nuk mund të jetë votimi i fshehtë. Kurse sa i përket kësaj se duhet bëhet nga fillimi, çdo seancë e cila bëhet tentim votimi për kryetarën e kuvendit, është seancë mund të quhet jo seancë e re, po mund të quhet tentim i ri,
sepse ju e keni pa aty në seancat të kuvendit, në çdo seancës parë. Po, Zoti mirë po në Kërçeli, çdo ju keni seancë. qenë shef i kabinetit. Mirë të zotit Konjufca. Mirë po, dëgjoj, as këtë nuk e thot rregullorja e kuvendit, specifikisht nuk e thot askund që duhet të jetë prej fillimit. Kjo është vetëm një interpretim kështu i disave që e kanë bërë, por askund nuk thot që duhet të jetë votim nga fillimi. Mirë po, ju e keni pa që në çdo seancë ish kryetari Konjufca, si përfaqësues i lëvizjes vetëvendosje, në çdo seancë pra dele e propozon emrin e lëvizjes vetëvendosje për kryetarin e kuvendit. Nëse ky proces do të çuhej në gjysmë, atëherë zoti Konjufca nuk do duhej të dalë në çdo seancë. Po flasim për procedurën e votimit. Po. Zoti Kërçeli, jo për emrin e kandidatit, sepse në fondicë po kjo tregon që çdo seancë grupit më të madh parlamentar emrin. Po, ama kjo tregon që çdo seancë, kjo propozimi i emrit është fillimi i një votimi të ri. Nuk mund të mbesim peng një seancës të kaluar, një seancës e cila tash po vazhdon, nuk mund mbesim peng ku një votim ka dështu, kjo votim i ri. Nuk është në gjysmë të procesit. Edhe pse rregullorja e kuvendit nuk e specifikon në fund të ditës. Po pse vetëvendosja, ta themi, është fiksu në emrin e Albulena Haxhiut? Pra me çdo kusht për një karrige të saj, bllokohet i gjithë vendi. Nuk është fiksim i se flasim 2 muaj më shumë vetëvendosje. prej përfundimit zgjedhje, 2 muaj e gjysmë. Që edhe zonja Haxhiu ndoshta nuk është, si më thonë, nuk është vendimi i saj personal. Në lëvizjen vetëvendosje mirën disa vendime aty në kryesi ku parashihen se ku duhet të shërbejnë deputet të caktuar. Edhe ne aty nuk jemi individual, aty jemi një grup parlamentar. Lëvizja vetëvendosje ka strukturat e saj, ka kryesinë e saj, ku edhe mirën vendime. Nuk është një fiksim ndaj një emri, po është një delegim i punës, një grua e cila ka dalë më e votuara në zgjedhjet e fundit në Kosovë. Pavarësisht faktit që vendi është bllokad, pra vetëvendosje, ju nuk është një dorë nga emri i saj me kushtin që të bllokohet formimi i institucionit. Po nuk është vendi, si me thënë, blokad me dëshirën e lëvizjes vetëvendosje. Po jeni partia më e madhe, zoti Kërçeli. Po, shumë e vërtet, edhe këtë, si me thënë, këtë të drejtja ka njoftë edhe gjykata kushtetuese, partisë fituese, partisë më të madhe që ta propozojnë një emër. Pra aty nuk ka thënë diku në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese që partitë paraprakisht duhet tulen edhe të mirën vesh për emrin e kryetarit kuvendit të partisë fituese. Po ata se kanë obligim ja u votu. Po mirë, atëherë na po e krijojmë një precedens shumë keq, çka nëse zonja Haxhiu pezojmë kalon. Edhe vetëvendosja barikadohet mos t'i votojnë në kryetar. A është në rregull kjo pastaj? Nuk është në rregull as. Atëherë mund të jetë një bllokim i dy fish. Nëse shto kësaj faktin që partitë opozitare ka disa muaj prej anshkurtit e tutje që janë deklaruar se ne i kemi numrat për ta bënë qeveri. Kjo është pak edhe pa logjikshme. Nëse i kanë numrat për ta bërë qeverinë, atëherë pse nuk e votojnë kryetarin e kuvendit dhe të fillojë të ecë koha për partinë e parë. Dhe nëse nuk mundemi ne ta bëjmë, t'ju vije rradha aty. Ata e dinë që ne i kemi numrat për ta bërë qeverinë, edhe e dinë që nuk ju vije rradha fare aty për të Zote Kërçeli, tentuar. çysh ka logjik të keni numra për formimin e qeverisë, ndërkohë që nuk i keni numrat për kryetarin e kuvendit? Po. Ku është logjika këto? Veç të tregoma, shpjegoma, sepse disa deputet juaj e kanë deklaruar këtë. Po, ne konsiderojmë kështu. Këtë fakt. Ne konsiderojmë që të konstituimi i kuvendit, të kryetarja kuvendit, apo kryetari kuvendit, është një akt gjykimi i gjykatës kushtetuese, ku na nuk mundemi të bëjmë marrëveshje, apo të flasim me parti tjera se si ta zgjedhin. Kryetarja kuvendit, apo kryetari kuvendit, duhet t'i takoj partisë fituese, e pastaj mund të flasim për formimin e qeverisë. Pastaj mund të rregojmë edhe cilët janë numrat për ta formuar qeverinë. Nuk mundemi tash, ende pa u konstituu kuvendi, ne të bëjmë ofertë se si ta bëjmë qeverinë. Ose ku t'i marrëm. Po jo veç keni bërë ofertë. Zotit Lima i kanë qenë publike, do të deklaratat, edhe nga nisma, edhe nga vetëvendosje që kanë pas takime edhe që kanë diskutuar për mundësinë e një koalicioni. Po, ato takime besoj edhe kryeministri Kurti i ka bërë, po gjithashtu edhe zotëri Limaj. Mirë, po nuk ka diçka të finalizuar, sepse ne do shinim ndonjë marrëveshje të nënshkruar për koalicion, ose diçka që tregon që jemi pajtuar që të vazhdojmë bashkë tutje. Ne dëshirojmë me këtë të shohim se si e sheh edhe ndoshta zotëri Limaj konstituimin e kuvendit. Unë mendoj që zotëri Limaj duhet ta votojë kryetarin e kuvendit. Po pse s'pe voton zoti Limaj?
Ka pas raportime që ai ka ambicie vetë jetë kryetari i Kuvendit. Unë nuk jam antari i nismës social-demokrate që ti di ato vendimet e tyre, po unë konsideroj që është gabim. Që jeni në bisedime. Unë konsideroj që është gabim mos votimi i zotit Limaj për tash të propozuarën në zonjën Albulena Agjiu. Pse mendoj që është gabim, sepse nëse zoti Limaj e shenjë mundësi të bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje, atëherë mendoj që duhet tash ta tregoj këtë konstruktivitetin, ta tregoj këtë mbështetjen, që ne të vazhdojmë ta konstituojmë Kuvendin edhe të zgjidhet zonja Agjiu kryetare Kuvendit. Nëse qysh në fillim ne shohim kushte apo kushtëzime, atëherë mendoj që kjo nuk është e shëndetshme, edhe mendoj që nuk na bjen deri te një zgjidhje e duhur për qytetarët e Republikës Kosovës. Pra, mbas kësaj deklarate i bie që zoti Limaj mund të mos jetë më partneri preferuar i vetëvendosjes. Unë nuk po e them këtë që ne kemi një qëndrim si lëvizje vetëvendosje, po unë po e them këtë që po e shoh si deputet, po e shoh aty në seancat të Kuvendit që zoti Limaj po abstenon vazhdimisht. Unë i bëj thirrje që zoti Limaj ta votoj zonjën Albulena Agjiu për kryetarin. Po prapë nuk bëjnë 61 vota. Dhe pastaj tulemi e të bisedoj me kryeministrin Kurti, se si mund të vazhdojmë tutje për formimin e qeverisë. Zoti Kërçeli, një pyetje direkte. Apo e djeg vetëvendosje figurën Albulena Agjiut me kandidimin e saj për kryetar të Kuvendit? Absolutikisht jo. Nëse, nesër mas nesër, keni një koalicion edhe mund t'ju merret posti i kryetarit të Kuvendit, ai bie që është djeg figura e saj. Kjo nuk mund të quhet djegje, apo tani pyetja juaj ishte hipotetike, po ne kemi një rast kur në të kaluarën zotri Konjuca ka qenë kryetari i Kuvendit. Edhe ju e dini në atë momentin se kur është dashur të formohen institucionet edhe të bëhet ai koalicioni që ishte atëherë, zotri Konjuca është tërhekur dhe ka lëshuar vendin e kryetarit të Kuvendit. Dhe pas asaj ngjarje, zoti Konjuca nuk është që se di çka quani djegje, po nuk është që ka ndodhur diçka, apo që zoti Konjuca ka pas një rënje. A dhe çka i bie në këtë rast djegje? Për mendim timin i bie që ju e keni vendosur një figurë që ajo të kandidojë për kryetarët të Kuvendit, duke pas parasysh faktin që si keni votat, sepse unë mendoj që pa një marrëveshje politike, ju s'do të keni votat as për qeveri. Derisa Kurti të siguroj votat që ta formojë qeverinë, as Albulena Agjiu nuk mund të kandidojë. Dhe në momentin që keni një marrëveshje me një parti tjetër, postin e kryetarit të Kuvendit mund ta marrë ndoshta një partner i koalicionit të ardhshëm. Kjo është një pyetje hipotetike. Mirë po, kjo se kemi hyrë ne në votim ka qenë një thirrje e seancës 15 prillit nga presidentja e Republikës së Kosovës dhe ne kemi qenë të obliguar që atë ditë ta mbajmë seancën dhe të fillojmë me formimin e institucioneve, së pari me konstituimin e Kuvendit. Dhe ne nuk mund të themi që nuk shkojmë me datën 15 prill, nuk shkojmë me datën kur e ka thirrë presidentja seancën, sepse jemi duke biseduar për numrat, po normalisht që ne kemi pasur një vendim që kandidati ajon do të jetë zonja Albulena Agjiu, edhe duke pasur parasysh faktin që nuk ka ndodhur më herët që partitë të barikadohen dhe mos lejojnë formimin e Kuvendit. Kemi propozuar zonja Albulena Agjiu me shumë merit, siç e thash edhe më herët si një grua më e votuar në Kosovë për kryetarin të Kuvendit. Kemi pas situatë ngjashme në vitin 2014, po tash po më intereson tek kjo ideja seancës votimit fshet. A do të insistoni në këtë formë votimit në seancën e radhës? Si vetëvendosje? Zakonisht ne para seancave plenare mbajmë një mbledhje të grupit parlamentar, edhe aty diskutojmë dhe shtjerrim debatin për si të veprojmë tutje. Të thash edhe më herët, kjo ka qenë një ide aty spontane e kësaj seancës të fundit, ku është dhënë një ide që të provojmë edhe me votimin e fshet, sepse a do të insistoni në këtë skenar? Po tash nuk e di se tash kjo është një vendim që mirret në grupin parlamentar, diskutohet në grupin parlamentar dhe ne tash në seancën e radhës do takohemi aty në grupin parlamentar një orë para seancës, edhe besoj që do i diskutojmë gjitha idetë se si është më mirë të veprojmë tutje. Zoti Kërçeli, folëm pak për partneritetin me nismën. Pra ka pas takime, është raportuar që Lima e ka kërkuar postin e kryetarit të Kuvendit dhe kjo mendohet që është arsyeja që
nuk voton Limaj për Albolena Haxhiun. Mirë po zoti Kurti një letër ja ka dërguar zotit Abdigjiko dhe zotit Krasniqi. Pra, për një mundësinë e zhbllokimit të situatës. Vetëvendosja si shihet ka preferenca ndaj LDK-s, po LDK është refuzuese. PDK i shkojnë ta kemë këtë rast zoti Abdigjiko. A mund ta kemi një koalicion VV-PDK, marrë parasysh edhe faktin që pas pak muaj që kemi edhe postin e presidentit, ta them kështu kushtimisht, në pazar. Edhe gjithë kjo blokad është paketimi edhe arsyetimi për një koalicion me PDK. Pas rezultatit zgjedhor, ju siç keni parë, kryeministri Kurti, kandidati për kryeministër dhe i Lëvizjes Vetëvendosje, nga rezultati që ne kemi marrë dhe Lëvizja Vetëvendosje ka dalë fituese në atë rezultat. Ju e keni pa që i ka bërë një ftesë publike Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pse veç LDK-s në fillim? Tash e shtoi edhe PDK. Jo, tash kjo ftesa për dy subjektet, për LDK-n dhe PDK-n, nuk është e njëjtë si ajo që është bërë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po mënyra si është kuleta s'ka rëndësi, po esenca po. Po, Kjo ka qenë ftesë për të diskutuar për daljen nga ky ngërçi i konstituimit të kuvendit, kurse kjo e kaluara ka qenë ftesë që të diskutojmë, të shohim mundësitë se si mund të vazhdojmë tutje, ndoshta edhe për të qeverisur bashkë. Kjo është një dëshirë ndoshta e kamotshme e Lidhjes Demokratike të Kosovës, kështu që mos të futet në këtë koalicion, mos të futet në një bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje, jo dëshirë, por ka qenë një vendim ose si më thënë një deklarim i tyre i herë pashershëm. Kurse sa i përket PDK-s nuk është diskutuar asnjëherë as në grupin parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, po edhe nuk kemi pasur mbledhje të Këshillit të Përgjithshëm. Kështu që unë nuk e di personalisht se si janë mundësitë për Partinë Demokratike të Kosovës, po e di që i kemi ftuar për të zgjidhur këtë ngërçin cili po na ndodh në kuvendin e Kosovës dhe nuk kemi mundur aty të arrim një dakordim se si të vazhdojmë tutje me votimin e kryetarës zonës Albolena Haxhiu dhe me votimin e nënkryetarëve të partive tjera. Kjo çështje ka pak historik. Nëse i kujtohet, muaj më parë para zgjedhjeve, Kurti kishte ftuar një takim subjektet politike, liderët e subjekte politike, përpos Memli Krasniqit PDK-s se kishin refuzuar të gjithë. Edhe në këtë fundit, pra vetëm Memli Krasniqi i shkoi. A nuk ju thot asgjë kjo juve? Jo, atëherë nëse i referoheni asaj ftesës e cila ishte bërë për partitë politike që të flasin për datën e zgjedhjeve, nëse i referoheni asaj ftesës, po. Edhe atëherë Partia Demokratike e Kosovës vendosi që të vinë në takim, po edhe tash në këtë takimin që u bë për konstituimin e kuvendit. Unë nuk po lexoj diçka që mund të na thotë që jemi të gatshëm për një koalicion. Unë mendoj që të dy palët jemi duke u sillur ashtu si e presin qytetarët e Republikës Kosovës, pavarësisht dallimeve politike, në ato momente kur ka ngërçe politike dhe ku ky ngërç politik i faturohet qytetarëve të Kosovës, atëherë normalisht që duhet të ulemi, të bisedojmë edhe të vinë të një zgjidhje cila është e mirë për gjithë. Ilir Kërçeli a voton një koalicion me PDK? Unë e votoj një koalicion, kjo mund të duket pak kështu, jo si me thënë mendim personal, por dua dhe ta sqaroj, unë e votoj një koalicion për të cilin ne dakordohemi së në strukturat e Lëvizjes Vetëvendosje, normalisht dhe në grupin parlamentar, normalisht që do e votoj atë koalicion, edhe ne kemi treguar që për kandidati jonë për kryeministër dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, është ai që do e votojmë për kryeministër, dhe te kjo pjesë ne nuk bëjmë si me thënë, nuk e diskutojmë pozitën e kryeministrit në asnjë variant. Kryeministri është kushti që Vetëvendosja nuk lëshon pe. Nuk është kushti, por është si me thonë... Sepse edhe PDK, edhe LDK, gjithmonë kanë thonë edhe në cilin do kombinim e dojnë postin e kryeministrit. Po, vetëm se ne jemi republikë parlamentare. Zgjedhjet zakonisht bëhen për Parlamentin e Kosovës.
nga kushtetuta dhe ligjet e Kosovës, kryeministri del buron nga parlamenti i Kosovës. Ne kemi pas kandidat për kryeministër, kryetarën e lëvizjes, kryeministrin Albin Kurti. Qytetarët e kam vlerësu kandidatin tonë dhe besoj që për këtë arsye na kanë nxjerrë dukshëm më lart se vendi i dytë dhe i tretë fitues me kandidatin që e kemi për kryeministër. Tash na nuk mundemi të themi qytetarëve se kemi dalë me këtë kandidat, ja u kemi prezantuar këtë kandidat për kryeministër, ju e keni vlerësuar më së shumti këtë kandidat për kryeministër, dhe ne dëshirën dhe vlerësimin e juve po e fusim në pazar për një qeveri. Po ka ndodhur kaluar, në 2014 Hashim Thaçi fituesi i zgjedhjeve, ja ka lëshu pozitën e kryeministit Isa Mustas. Ndoshta kjo ka ndodhur në të kaluarën, po qytetarët, ndoshta kjo ka qenë arsyeja e një rritjes të vazhdueshme të lëvizjes vetëvendosje, sepse i kam vlerësu parimet e lëvizjes vetëvendosje, i kam vlerësu këto që nuk bëjmë pazar për atë se çfarë besimi ju kërkojmë qytetarëve, në rast se ja u kërkojmë besimin për kryeministër zotin Albin Kurti, ne nuk futemi në pazar dhe pastaj t'i zhgënjejmë qytetarët, t'ja u vendosim një kandidat për kryeministër i cili i del më i votuari dhe pastaj të vendosim një kandidat që ndoshta është 3 herë më pak i votuar. Do thot, Albin Kurti kryeministër ose zgjedhje të reja, ose opozitë. Cili është opsioni? Opsioni është, ne së pari duhet ta konstituojmë kuvendin për zgjedhje të reja. Po shka nëse vazhdon këtë cikël, zoti Kërçeli? Nuk mund të shkojmë zgjedhje tani. Po situata nuk shkon pafundësi. Po nuk na lejohet të shkojmë zgjedhje, tash na nuk mund të dërgojmë vendin zgjedhje pa e konstituuar kuvendin. Okej, e konstituojmë kuvendin. Duhet të pajtohen, ta shpërbëjnë kuvendin për shkuar në zgjedhje. Kjo është rruga se si shkohet në zgjedhje. Nëse opozita mendon që jemi në një ngërç dhe nëse janë të barikaduar se nuk do të lëshojmë penë në këtë drejtim, atëherë më arsyeshëm është që tulemi të mirëmi vesh për datën e zgjedhjeve, për muajin e zgjedhjeve, edhe ta votojmë konstituimin e kuvendit, edhe ta shpërbëjmë parlamentin të shkojmë zgjedhje. Pra, vetëvendosja është e gatshme të shkojë edhe në zgjedhje. Natyrisht, çdo ditë. Më mendoj që çdo subjekt politik duhet të jetë i gatshëm për zgjedhje në çdo moment. Po veç keni pas një rënje prej 10%. Nga zgjedhjet e 2021-s. Kjo rënja mund të interpretohet në disa mënyra, mirë po aty keni pa që kemi edhe një manipulim të votës të lidhjes demokratike të Kosovës, për të cilën na mendojmë që aty ka ndodhur një manipulim, sepse keni parë edhe vetë anëtarë të kryesisë së lidhjes demokratike të Kosovës, eksponent aty që janë kryesorë, si me thënë që kanë pasur. Po për vetëvendosin ka pas akuza për përfaqësi diplomatike, se keni dalë te 10%. Po, ama nuk ka pasur dyshime për keqpërdorime. Nuk ka pasur, si me thënë, asnjë ankesë nga deputetët, nga kandidatët e deputetët lëvizjes vetëvendosje, ose nga anëtarë të kryesisë të lëvizjes vetëvendosje, që ta quajnë një grup, jo, besojmë që nuk është ashtu, sepse unë mendoj që secili që mendon që është manipuluar vota e tij, mendoj që ka obligim ligjor e kushtetues të reagojë për votat e tyre, mirë po kemi pa të LDK-ja që ka akuza dhe për grupe kriminale brenda subjektit politik në procesin e zgjedhjeve. Zoti Kërçeli, të flasim pak për zhvillimet komunën e Prishtinës, ju jeni anëtar i kryesisë vetëvendosjes në Prishtinë, edhe jeni marrë shumë edhe me qeverisin lokale. Pra kryetari aktual, zoti Përparim Rama, ka thirrë seancë të jashtëzakonshme për një plan të ri zhvillimor në komunën e Prishtinës, në kryeqytet. Ju, edhe me disa statuse në Facebook, e keni kundërshtuar këtë plan të ri. Çka është keq ky plan? Pse keni dalë kundër vetëvendosje dhe ju si deputet ose anëtar i kryesisë? Duhet ta theksojmë edhe një element shumë të rëndësishëm. Para disa ditë ju e pat kryetarin e LDK-s, zotin Abdi Gjiku, i cili në një status po atë ditë që ishte votimi i planit zhvillimor komunal, ju e keni parë me një status ku ai akuzon lëvizjen vetëvendosjes si bllokuese ndaj planit zhvillimor komunal. Por ç'a duhet të theksojmë këtu është që vetë asamblesët e lidhjes demokratike të Kosovës disa herë kanë dështuar votimin e planit zhvillimor komunal, po kanë dështuar disa votime tjera, të cilat i ka sjell kryetari Përparim Rama në asamblenë e kuvendit komunal. Domethënë vetë asamblesët e LDK-s në disa raste kanë qenë bllokues, ashtu siç po i quhen zotri Rama, zotri Abdi Gjiku, ndaj kryetarit tyre.
mendoj që ata i kanë disa arsye, mendoj që ata Cilat i janë din. arsye? Pse? Unë mendoj pse që po tani dali aty janë kundra? dy grupe interesit. Është një grup i kryetarit Përparim Rama, edhe është ky grupi tjetër i kryetarit të Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjikut. Ju e shihni që pikërisht drejtorët e komunës Prishtinës ishin ata që u akuzuan më së shumti për manipulim me vota në zgjedhjet e përgjithshme. Ju e keni parë që për disa muaj komuna, si me thënë, mbeti e vetmuar, sepse mos themi 80% drejtorëve kandiduan për deputet. E shfrytzuan infrastrukturën, e shfrytzuan komunën e Prishtinës për të ngritur në karrierë individualisht. Si me thënë, prej në kryetarëve, zonja Lushaku, zotri Zogaj, Po kanë drejtë legjitime të kandidojnë. Shumë e vërtet, po të reguan që nuk e kanë një vullnet dhe gatishmëri për të punuar për kryeqytetin, për të dërguar projekte deri në fund të mandatit, për të qëndruar deri në fund të mandatit, i cili është deri në tetor. Mirë po e shfrytzuan komunën e Prishtinës për të kandiduar për deputet. E lanë komunën e Prishtinës, harruan qytetarët e Prishtinës, harruan premtimet që i dhanë për Prishtinën, dhe vazhduan kandiduan për deputet. Këtu mund të lexoni edhe këtë grupin e zotrit Abdigjiku, brenda qeverisjes në kryeqytet, ku aty kanë ndeshje të interesave të tyre, kanë krijuar grupe të interesit, dy palët, dhe në ato votime, ku ky grupi i cili është në mbështetje të zotrit Abdigjiku, nuk kanë ecur ato, si me thënë, ligjet ose propozimet. Po pse VV-ja po konteston planin zhvillimor? Çka ka të keq atë? Ai Përparim Rama po thotë ne përdojmë me zhvillu kryeqytetin. Si praktik, ju jeni kundër zhvillimit. Si praktik, ai bie kështu? Jo as pak. Çfarë bie? Jo as pak, sepse qeveria e zotrit Kurti ka mbështetur komunën e Prishtinës, ka mbështetur duke alokuar edhe buxhetin për këtë urën apo shpimin e tunelit të rrugës A. Mjetet janë të alokuara prej 8 milion euro atje. Kanë ndihmuar në, si me thënë, në 2-13 objekte, nëse zgabohem, arsimore me eficiencë, me Ministrinë e Ekonomisë, i kanë mbështetur, e shumë projekte tjera cilat i kanë mbështetur në komunën e Prishtinës. Kjo tregon që lëvizja vetëvendosje dhe qeveria qendrore nuk ka qenë asnjëherë bllokuese. Unaza jashtme e keni pengu. Unazën e jashtme... E keni pengu vetëvendosje, sheshin është të pengu vetëvendosje, sepse ju thashti me qeverinë qendrore. Po, nuk është... Kjo është politike blokada. Jo, përbes nuk është politike, sepse aty zotri Rama dhe duhet se para të fillon të punimet, para se të tenderon të punimet e sheshit Gjergj, dhe duhet para prakisht të merë të leje, ose si me thënë të i njëftonte, të shetësion mundësit për mos prekjen e një trashëgimie kulturore. Çka ka trashëgimi kulturore, zotë? Pa aty e vlerëson inspektoriati i trashëgimisë kulturore. Unë nuk jam i thirrur si... Pa keni një informacion që ka diçka trashëgimi kulturore? Po, ata kanë theksuar disa inspektoriati i trashëgimisë kulturore, po që është më e rëndësishmja, na nuk mund të veprojmë kryen veti, të shpallëm një të nder, pa e pas buxhetin, ju e pat edhe një reagim të ministrit zotrit Murati, i cili të regoj që vetë fakti që është bërë tenderimi i një projekti pa e pasur buxhetin fare të paraparë shkelje, po përveç kësaj, mendoj që komuna e Prishtinës, kryetari Përparim Rama, paraprakisht dhe duhet ta njoftonte inspektoriatin e trashëgimisë kulturore, të merrte ato kornizat, si me thënë, dhe i kulje jo në punimet, ku nuk preket trashëgimia kulturore, dhe pastaj të vazhdoj me punimet. Nuk mund të veprojmë kështu kryen vetit, të fillojmë projekte, pa e konsultuar askënd, pa i pas mjetet e buxhetuara, dhe pa respektuar hierarkinë institucionale, se si shkon për një projekt. Ju mendoni që s'është politikisht të bllokuar punimet që është kanë bllokuar politikisht nga vetëvendosje? Jo, as pak. Unë mendoj që ka qenë gabim i kryetarit Rama, gabim në procedura, i cili nuk po i respekton procedurat e shpalljes të një tenderi aty ku mund të preket trashëgimia kulturore. Dhe ai do duhet të mësohet që duhet respektuar hierarkinë institucionale kur dëshiron ta bëjë një projekt madhor, dhe nuk mund të veproj kështu, si me thënë, sikur qytetarët ja kanë besuar kështu
Prishtinën pa një konsult me institucionet tjera, dhe ai ta drejtojë, ta bëjë atë si dëshiron. Unë tash po du disa për çfarë e ka bllokuar qeveria e Republikës së Kosovës që ta bëjë pastrimin e kryeqytetit. A është i bllokuar që të largoj qendrën e Ndacak? A është i bllokuar që të ndaloj ndërtimet e egra? A është i bllokuar që të ndaloj ndërtimet pa leje? A është i bllokuar Ka ndërtime pa leje? Po. E keni vetëm një pjesë këtu te kjo pjesa e lagjës Pejton, ku vetëm gjatë mandatit të kryetarit Parim Rama është bërë tejkalimi lejeve të ndërtimit. Ka tejkalimet lejes 2025? Po, ju keni pa disa herë besoj edhe reagimet të asamblesë dhe tonë në Kuvendin Komunal të Prishtinës edhe të shefit të grupit asamblesë të Kuvendit Komunal të Lëvizjes dhe Vendosjes Gzim Sfesha. Ai ka pasur edhe një reagim publik në Facebookun e tij. Ministria e Mjedisit nuk mund ndërhyjnë këto situata se shkolla e dytë? Jo, sepse kjo objektet për cilat po flasim, ato kanë aplikuar për leje në komunën e Prishtinës, jenë pajisur me leje, mirë po kanë keq përdorur lejen duke bërë tejkalim të metrave të ndërtuar aty. Çka ka ndodhur me unazën e jashtme? Parim Rama LDK ju akuzon që ju, qeveria qendrore, në këtë rast jo personalisht, qeveria drejtuar nga vetëvendosja e ka bllokuar unazën e jashtme e cila do ta shkarkonte komunikacionin në Po as për unazën e jashtme, zotri Rama nuk ka bërë alokimin e buxhetit, nuk ka bërë ndarjen e buxhetit, ka kërkuar vetëm prej qeverisë së Republikës së Kosovës, edhe pse për disa vite, gjatë qeverisës tij këto 4 vite, në çdo vjet ka pasur suficit të buxhetit deri në 60 milion euro. Do të thonë, buxheti i tepruar për mos veprim, mos punë, kurse ankohet se nuk ka buxhet për të filluar unazën e kryeqytetit. Pas jemi të Prishtina, zoti Kërçeli VV-ja në zgjedhjet nacionale, prap ka dalë partia e parë. Janë përmend emra të ndryshëm. A jeni ju një prej kandidatëve të mundshëm për kryetar Prishtinës nga lëvizja vetëvendosje? Në lëvizjen vetëvendosje unë jam antar i kryesisë së qendrës së Prishtinës në Prishtinë. Normalisht që këtë përgjegjësi që ma kanë besuar delegatët e Këshillit të qendrës së Prishtinës, normalisht që kam punuar që t'ja u kthej me punë. Në lëvizjen vetëvendosje ka shumë emra të mirë të cilët do mund të qeverisnin me Prishtinën. Ka shumë emra, si me thënë, para meje që do ishin shumë të mirë në qeverisje dhe emra që janë dëshmuar edhe në të kaluarën. Unë nuk kam ambicie për të kandiduar për kryeqytetin në këto zgjedhje. Do jem aty normalisht të përkrajë, të mbështes çdo kandidat që e cakton lëvizja vetëvendosje. Po siç e thash edhe në fillim, lëvizja vetëvendosje i ka disa diskutime, të cilat zhvillohen s'pari në Këshill Përgjithshëm, zakonisht zhvillohen edhe në kryesinë e lëvizjes vetëvendosje. Dhe nëse këtë ma kërkon lëvizja vetëvendosje, jam i gatshëm natyrisht, mirë po nuk e kam si ambicie primare për këto zgjedhje. Është përmend edhe një njeri tjetër, i cili është bashkëpunëtor i afërt i juaj, zoti Glau Konjusa si kandidat i mundshëm. A mund të jetë zoti Konjusa kandidat i lëvizjes vetëvendosje nëse ju ose kandidat tjerë nuk keni ambicie që zoti Konjusa të jetë? Unë mendoj që kjo i takon zotit Konjusa të deklarohet se po jeni njëri afërt i tij, bashkëpunëtor i tij. Për kryeqytetin e Prishtinës mendoj se do ishte një nder i madh të ketë një kryetar si zotri Konjusa, një kryetar cili ka treguar në të kaluarën që din të menaxhoj procese edhe ato që janë më të ndihshmet edhe më të vështira. Kështu që unë konsideroj që do ishte një nder i madh për qytetarët e Republikës së Kosovës ta kenë zotin Konjusa kryetar të kryeqytetit. Po kjo siç ju thash edhe më herët është një vendim që nuk është diskutuar në lëvizjen vetëvendosje. Po pak më i hym zgjedhje. Dhe pas përfundimit të verës që është pak muaj në shtator vetëm hym para fushat elektorale. E vërtet, po na kishëm zgjedhjet qendrore, të cilat sapo përfunduan. Tani jemi në tentimin e konstituimit të kuvendit e pastaj formimit të qeverisë së Republikës së Kosovës. E pastaj besoj që do shtrohet edhe ky diskutim në lëvizjen vetëvendosje, se cili do jetë kandidati me të cilin lëvizja vetëvendosje do prezantohet për zgjedhjet në Prishtinë. Apo po pretendoni që mund të kemi dy palë zgjedhje bashkë? Mund ndodhë edhe kjo, edhe pse me sa e mbaj mend nuk ka ndodhur më herët.
nuk ka më ndodhur më herët, mund ndodhë dhe mendoj që do ishte një sfidë e re për demokracinë e vendit tonë. 2007 ka qenë, nëse nuk gaboj, kanë qenë dy palë zgjedhje në të njëjtën kohë. Ndoshta ta përsëritet. Nuk e mbaj mend, po mendoj se do ishte një sfidë edhe për demokracinë, po edhe besoj edhe për vetë qytetarët, dhe mendoj që qytetarët e Kosovës në vazhdimsi kanë treguar një pjekuri politike sa ju përket zgjedhjeve dhe mbarvajtjeve zgjedhjeve. Dhe duhet ta theksojmë që në këto zgjedhjet e fundit qendrore nuk kishte asnjë incident në asnjë vend votim, nuk kishte asnjë incident as gjatë votimit, dhe mendoj që kjo është për të duar trokitur se si qytetarët e Republikës së Kosovës votojnë edhe si presin zgjedhjet si ato lokale edhe ato qendrore. Zoti Kërçeli, jemi gati në fund të intervistës. Kam një pyetje për çështjen e presidentit. Edhe pak muaj presidentës aktuale i s'ka dhënë mandati 5 vjeçar. A ka vot vetëvendosja, a ka vot Ilir Kërçeli për Vjosa Osmanin? Raportet e saj me zotin Kurti nuk janë siç kanë qenë. Ato shihen edhe publikisht sepse pjesa tjetër vetëm dihet që tashmë nuk janë raporte siç kanë qenë në 2021-ën, kur zashtë e malit e kanë ditë që ata kanë qenë bashkë. Unë këto raporte nuk i lexoj ndoshta ashtu si po i lexoni ju, unë i lexoj vetëm nga ajo çfarë shohim publikisht, edhe si dy institucione, edhe si dy krerë të institucione. Unë mendoj që kanë bashkëpunuar shumë mirë në gjitha rastet kur ka qenë e nevojshme. Mendoj që ky bashkëpunim nuk na ka penguar as qeverinë e Republikës së Kosovës, pas presidentën ta ushtroi detyrën e saj. Siç e thash edhe më herët, po përsëritem sepse për vendime të tilla zakonisht Ju do ta votoni Vjosa Osmanin, nëse do të ishte kandidate. Nëse lëvizja vetëvendosje pajtohet që të jetë prapë zonja Osmani, natyrisht që po. Po lëvizja vetëvendosje duket që nuk do ta mbështesme, prandaj edhe ka ndodhur keqëria e madhe. Deputet i lëvizjes vetëvendosje dhe do veproj ashtu si do dakordohemi në grupin parlamentar. Faleminderit shumë zoti Kërçeli për kohën dhe për. Faleminderit shumë.